Një natë viti 2023, Eriku po shfletonte si zakonisht një kanal në rrjetet sociale ku konsumonte pornografi. Asgjë e pazakontë derisa videoja që u hap e la pa frymë. Pas vetëm pak sekondash, ai kuptoi se çifti në ekran ishte ai vetë dhe dashura e tij. Pamjet tregonin gjithçka: hyrje në dhomë, lënien e çantave, momentet intime. 3 javë më parë kishin kaluar natën në një hotel në Shenzhen, në jug të Kinës, pa e ditur se në dhomë kishte një sy të padukshëm. Një kamerë e fshehur kishte regjistruar çdo gjë dhe pamjet ishin shpërndar për mira të panjohur në internet. Eriku, emër i rrem për arsye sigurie, nuk ishte thjesht konsumator i asaj industrie. Ai ishte bërë viktim. E ashtu quajtura pornografi me kamera spiune ekziston në Kinë prej vitesh, edhe pse pornografia është zyrtarisht e paligjshme. Por, në 2 vitet e fundit, frika nga kamerat e fshehura në hotele është kthyer në një ankth të përditshëm, veçanërisht për gratë. Në rrjetet sociale qarkullojnë këshilla për të dalluar kamera sa një gomë lapsi, ndërsa disa udhëtar shkojnë deri aty sa të vendosin tenda brenda dhomave të hotelit për të ruajtur privatësinë. Edhe pse autoritetet kineze miratuan rregullore të reja për kontrollin e dhomave të hotelit, kërcënimi nuk është zhdukur. Një hetim i BBC-s ka zbuluar mira video të reja të filmuara fshehurazi, të shitura si pornografi në faqe të ndryshme të internetit dhe të promovuara kryesisht përmes Telegramit. Për 18 muaj, gazetarët gjurmuan faqe që pretendonin se operonin mbi 180 kamera spiune aktive në dhoma hotelesh. Vetëm një nga faqet e monitoruara për 7 muaj u identifikuan pamje nga 50 kamera të ndryshme. Kjo do të thotë se mira njerëz mund të jenë filmuar pa dieni. Ironikisht, vetë Eriku kishte qenë më parë i tërhequr nga këto video, pikërisht sepse ishin të papërpunuara dhe reale. Por, gjithçka ndryshoi kur pa vete në ekran. Kur ja tregoi të dashurës, Emilit, ajo fillimisht nuk e besoi. Më pas, kur pa pamjet, u trondit. Frika se familjarët apo kolegët mund t'i kishin parë, i shkatroi emocionalisht. Çifti nuk foli për javë të tëra. Hetimi zbuloi një zinxhir të mirë organizuar. Agjentë që shesin akses, pronar kamerash që instalojnë pajisjet dhe platforma që transmetojnë drejt për drejt jetën intime të klientëve të pavetëdijshëm. Fitimet janë të mëdha, ndërsa rreziku për autorët duket i ulët. Organizatat që ndihmojnë viktimat thonë se heqja e këtyre videove nga interneti është pothuajse e pamundur. Platformat shpesh nuk reagojnë, ndërsa administratorët e kanaleve nuk kanë asnjë interes të bashkëpunojnë. Sot, Eriku dhe Emily jetojnë me frikë. Ata shmangin hotelet, mbajnë kapele në publik dhe kontrollojnë her pas here internetin, me ankthin se videoja e tyre mund të rishfaqet. Për ta, privatësia nuk është më e garantuar dhe trauma mbetet.